Lyrja me ngjyrë të zezë të flakëve ose mjekrës, a lejohet apo nuk lejohet? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka pa Ebu Kuhafen, ka qenë i bardhë krejt, edhe mjekra edhe flakë, ka thonë ghayyiru shayba hadha. Me një fjalë ndryshojani thinjat e këtij plaku me ndonjë ngjyrë. Wa jannibuhu sawad. Largojuni ngjyrën e zezë. Që kjo pjesa wa jannibuhu sawad, largojuni ngjyrën e zezë, shumë prej ulemave kanë theksuar që nuk është fjalë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë thonë që është e ndaluar, shumica dietarë kanë thonë që është mekruh. Dietarët e mëdhëbit Hanefi, gjithashtu edhe Malikit e ndajnë këtë qëndrim se është mekruh, pra jo në nivelin e haramit, por është një rrethon që e dobëson ndoshta këtë edhe më shumë fakti se shumë prej dietarëve përcjellin nga shumë sahabë që i kanë ngjyros mjekrat e tyre me ngjyrë të zezë. Prej tyre është edhe Hasani dhe Huseini, themi që e sakta është që parimisht nuk lejohet me ngjyros me të zezë nëse është për qëllim mashtrimit. Nëse një djalë ose vajzë, gru don mu martu apo mu feju edhe ka fillu mi dal thinjat, t'ja shehet do thotë thinjat thotë jo, pas ka nis mu plak, edhe thash mundohet mu paraqit pak më i ri, edhe e ngjyros me këtë synim, atëherë kjo është e ndaluar. Kurse në rrethanat natyrshme, nëse nuk është synim do thotë kjo, atëherë e sakta është që mundet me thonë që është e lejuar, megjithëse edhe qëndrimi se është e urrëtur, e ka vendin e vet. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.